Elhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Jemi në Shkup në parkun e Sarajit. Sot e kishim një tubim vëllezëror. Dikush do të pyete pse ky tubim vëllezëror. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu në hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shënon një thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që thotë se Allahu azza wa jalla në ditën e gjykimit do të thotë ejnë el mutahabbina fi jalalati. Ku janë robërit e mi të cilët janë dashur mes vete për hir të Allahut azza wa jalla. Allahu azza wa jalla mesin e gjithë pejgamberëve, gjithë atyre njerëzve të mirë, prej fillimit deri në mbarim, do të kërkon dy shok, dy vëllezër, dy miq, dy dashamir, dy koleg, dy familjar, dy kushërim, të cilët janë dashur mes vete për hir të Zotit. Edhe ata do të paraqiten. Pastaj Allahu azza wa jalla thotë, këto ti strehoj në hijen teme, pas të cilës hije nuk ka tjetër. Allahu azza wa jalla na përgëzon me këtë hadith sa do të na shpërblen me këto shpërblime jashtëzakonisht të mëdha nëse na duhemi mes vete. Nuk mund të duhemi mes vete nëse nuk shifemi mes vete. Shqiptarët e vjetër e kanë thonë një fjalë të urtë, larg syrit, larg zemrës. Afër syrit, ma afër zemrës. Andaj sa më shumë shifemi me vëllezërit familjar të dashurit tonë, aq edhe më shumë duhemi të vizitohemi me njëri tjetrin, të duhemi me njëri tjetrin, të respektohemi, të arsyetojmë njëri tjetrin, të falim njëri tjetrin dhe të mundohemi të këshillojmë njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa jall. Sa ai që e don një vëlla të vetëm për hir të Zotit, fiton kënaqësinë e Allahut azza wa jall dhe fiton hijen e Allahut në ditë pas të cilës nuk ka tjetër. Zoti i gjithëve na srop në hijen e tij, mu dhe ty i cili je duke incizuar dhe gjithë të tjerët që neve na përcjellen. Walhamdulillahi rabbil alamin.